Trajneri i Kosovës U21, Afrim Toverlani, po vazhdon me deklaratat e papranueshme karshi Shqipërisë. Është e pamundur se si një njeri që drejton në një post kaq të lartë Kosovën të ketë dalje të tilla publike dhe të shprehet në këtë mënyrë kundër Shqipërisë. Perle e radhës kon Toverlani i kalon të gjitha caqet, pasi e quajti tradhtar etnik Brutin, që kaloi nga Kosova U21 te Shqipëria A, këtë herë situata ka kaluar në ekstrem. I ftuar në dueli sportiv, Toverlani u shpreh: "Nuk do të arrijmë asnjëherë të kualifikohemi në Europian apo në botëror. Nëse Shqipëria na shkatëron kështu, duhet të ndalet Shqipëria. Nëse ne nuk e ftojmë një lojtar, atëherë ta ftoj Shqipëria. I kanë disa avantazhe në Itali. Lojtarët e Shqipërisë njihen si vendas dhe jo të huaj, dhe në Rusi njihet pasaporta e Shqipërisë, e Kosovës jo, se nuk na njohin si shtet. Rusia po shkakton luftë dhe gjenocid ndaj Ukrainës dhe nuk e njeh Kosovën. Mirë po joshja e lojtarëve tanë për Shqipërinë ka ndikim të madh. Nuk duhet të flitet më për patriotizëm tani. E kemi pasur zakon më parë, i kemi lejuar boksin e muzikës lojtarëve të Kosovës U21 që të inspirohen para ndeshjeve me këngët Mora Fjalë, me këngët e Zahir Pajazitit dhe këngët të tjera patriotike që janë frymëzuar djem tanë. Nuk e kam ndaluar, por tani ka ardhur koha që t'ja ndalojmë, se këto nuk po vlejnë. Nuk e dija se pas ka lojtar kosovar që kërkojnë të shkojnë në një eveniment ku Shqipëria bëhet bashkë me Serbinë. Këtë akoma nuk e kam ditur, tani e mësova. Shqipëria po na shfrytëzon maksimalisht, tha Toverlani. Pra trajneri i Kosovës U21 do të ndaloj përfundimisht këngën Mora Fjalë që të mos dëgjohet nga lojtarët e Kosovës, pasi ata po frymëzohen prej saj dhe më vonë po ikin te Shqipëria. Ndërkohë vetëm pak kohë më parë u diskutua se përse në Air Albania u hoq kënga Mora Fjalë dhe po këta personazhe në Kosovë dolën kundër Federatës Shqiptare të Futbollit, pasi sipas tyre e hoqën këtë këngë pasi duan të organizojnë Europianin me Serbinë. Edhe nëse kjo është e vërteta, është akoma më e papranueshme fakti se si në Kosovë do të hiqet kënga Mora Fjalë për lojtarët, pasi ata po zgjedhin që të shkojnë te Shqipëria, dhe se kështu nuk duhet të vazhdohet më. Ishte po kaq skandaloze goditja e ulur që Toverlani bëre ndaj etnik Brutit, vetëm për shkakun se shkoi te Shqipëria. Ai përmendi faktin se Rusia po sulmon Ukrainën dhe se nuk e ka njohur ende Kosovën, ndërsa në Rusi janë edhe shumë lojtarë të tjerë shqiptar, ndërsa Vedat Muriqi, lojtari i Kosovës, shkoi te Majorka atje ku gjendeshin edhe 3 lojtarë të tjerë serb. Por për Toverlanin, problemi është etnik Bruti, që kaloi te Shqipëria, dhe për ta përmbyllur, Toverlani i quajti të turpshme se si etniku kaloi te një kombëtare e cila po organizon Europianin me Serbinë. Pra nga sot e tutje, në Kosovë do t'i kërkojnë lojtarëve që të mos kalojnë në një shtet që po organizon Europianin me Serbinë, duke trajtuar Shqipërinë si armiqësore.